Horoskopi për ditën e enjte, 30 korrik 2026. Dashi, dita sot për ty të jep shumë energji. Por ke një dëshirë të ecësh vetëm sipas kokës tënde. Disa punë që lidhen me projektet personale të kanë mbushur me entuziazëm. Në anën sentimentale, dita të fton të eksperimentosh dhe të provosh gjëra të reja në dashuri me partneri. Në punë, ke një aftësi të shkëlqyer për të zgjidhur problemet e komunikimit apo ndonjë ngatërresë. Ana financiare për ty. Është koha të rregullosh planet afatgjata, pasi Saturni në shenjën tënde ka nisur retrogradën. Kjo do të thotë se mund të ndjesh një lloj peshe apo përgjegjësie më të madhe se zakonisht. Mos u nxito të marrësh vendime të prera në këtë kohë. Shëndeti paraprakisht është i mirë, por ke një nevojë të ngadalësosh pak ritmin dhe mos e mbingarko veten psikologjikisht. Ngjyrat me fat është e ardhë dhe e bardhë. Koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës. Mos ushtro presion mbi veten për të bërë disa plane. Merre ditën si të vi. Demi. Sot mendja jote punon shumë mirë. Mund të lindin ide të mira për të organizuar financat dhe për të kursyer apo për të gjetur mënyra të reja për të rritur të ardhurat. Hëna të nxit të përqendrohesh tek puna, duke të dhënë energjinë e nevojshme për të përfunduar detyrat që kanë mbetur pezur. Nëse kohët e fundit ke patur probleme me para, pronë apo një marrëdhënie ku mungonte respekti, sot mund të shfaqet një zgjidhje që të jep më shumë qetësi. Në dashuri, është koha ta thuash atë që ke mbajtur brenda vetes. Nëse je beqar, dikush mund të vlerësoj për seriozitetin që përcjell. Në punë, Saturni retrograd të kujton se jo çdo hap duhet bërë me shpejtësi. Deri më 10 dhjetor, është më e mençur të rishikosh planet, të përmirësosh projektet ekzistuese dhe të mbyllësh punët e lëna përgjysmë. Edhe pse ndjen se ritmi është ngadalësuar, periudha të ndihmon të ndërtosh baza të forta. Me paratë, dita favorizon vendime të zgjuara. Shëndeti është i qëndrueshëm, por trupi ka nevojë pak për pushim dhe ritëm të rregullt. Ngjyra me fat është bezh dhe jeshile. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: mos e shiko ngadalësimin si pengesë. Ndonjëherë është pikërisht koha që të duhet për të marrë vendimin e duhur. Binjakët. Të dashur binjak, sot jeni më krijues se kurrë. Je gati të kalërosh mbi vendimet dhe mendimet që të kanë lindur në kokë. Idetë nuk janë vetëm në imagjinat, por po marrin formë. Miqt ose njerëzit të cilët ndajnë të njëjtat interesa mund të luajnë një rol të rëndësishëm, qoftë duke të mbështetur, qoftë duke të prezantuar me një mundësi të re. Në dashuri je i hapur dhe komunikues. Partneri vlerëson energjinë pozitive që sjell. Për beqarët, mos keni frikë të tregoni personalitetin tënd, sepse është ai që të bën të dallohesh. Për sa i përket punës, dita është e mirë për të bashkëpunuar dhe për të marrë iniciativa. Dikush mund të flasë mirë për ty sot. Megjithatë, Saturni retrograd deri më 10 dhjetor të bën të kujtosh se sa e rëndësishme është të përqendrohesh tek projektet ekzistuese, të cilat do të japin rezultate të mira, sesa të shpërndash energjinë tënde në shumë drejtime. Me paratë, situata mbetet e qëndrueshme. Analizo çdo detaj para se të angazhohesh. Shëndeti është i mirë dhe energjia është më e lartë se zakonisht. Por mendja jote punon shpejt dhe nga informacioni i tepërt. Gjej kohë për t'i dhënë vetes pushim gjatë ditës. Ngjyra me fat është e verdhë dhe blu. Koha me fat është në darkë. Këshilla e ditës: besoj ideve tua, por jepi kohën e duhur çdo gjëje. Gaforja. E dashur Gafore,
Sot ndihesh më e qetë dhe arrin të shikosh disa gjëra me kthjelltësi. Bashkëpunimi me njerëzit e tjerë të sjellë rezultate të mira. Saturni retrograd të fton të rishikosh objektivat profesionale dhe të mos marrësh vendime të nxituara. Për sa i përket punës, ti ndihesh e motivuar për të përmirësuar diçka dhe puna në skuadër të sjell kënaqësi. Në dashuri, nëse i sheh gjërat me logjik dhe jo me emocione të tepërta, do ta kesh më të lehtë që t'i zgjidhësh ato. Një bisedë ofron më shumë zemrat. Për sa i përket sektorit të parave, kujdes me shpenzimet e panevojshme. Po fillon të kuptosh më mirë disa gabime të së kaluarës dhe po të çlirohesh nga frika e humbjes. Saturni në prapavit të kërkon thjesht të merresh me planet e karrierës. Shëndeti përmirësohet ndjeshëm sepse po fiton më shumë paqe me veten dhe po largon streset të grumbulluara. Bëj pak pushim nëse e ndjen. Hidratohu mirë. Largoju vapës. Ngjyrat me fat, e bardhë dhe blu e çelët. Koha me fat është paradite. Këshilla e ditës. Besoj intuitës, por mbështetu tek faktet. Lëre një barë të vjetër emocionale, sot është dita që të ndihesh i lirë. Luani. Të pëlqen të punosh me njerëzit që ngjajnë nga ana vizuale me ty, që ndani të njëjtat vizione dhe ide. Bashkëpunimet në fakt ecin përpara nëse keni ngjashmëri në ide. Për sa i përket dashurisë, atmosfera është më e ngrohtë dhe ke mundësi të sqarosh keqkuptime. Beqarët sot bien lehtë në sy. Për sa u përket parave, problemet apo dilemat me ndonjë mik apo bashkëpunëtor për çështje financiare po shkojnë drejt zgjidhjes. Situata tregon qëndrueshmëri. Mos merr përsipër rreziqe sot. Për sa i përket energjisë, energjia është e mirë, por duhet të bësh kujdes në drejtim të lodhjes mendore. Ngjyrat me fat janë e bardhë, koha me fat është në drek. Këshilla e ditës, mbështetu tek puna në skuadër. Aty do të gjesh suksesin tënd për sot. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, ke një aftësi të organizosh gjërat me kujdes dhe kjo të njihet si merit. Por sot, ti duhet të bësh një strategji e cila të shkëlqej. Në dashuri, dita të fton të ndërmarrësh hapa drejt shërimit dhe përmirësimit të marrëdhënies, duke lënë pas tensionet. Më pas, në punë, marrëdhëniet me prorin mund të jenë shumë të mira dhe entuziazmi që ke në punë do të vijë të re. Paratë dhe financat. Hëna në sektorin tënd të punës të shtyn të merresh me çështjet praktike dhe të rregullosh buxhetin. Shëndeti është në qendër të vëmendjes sot. Ti po i kushton një rëndësi të veçantë ushqimit dhe rutinës tënde, gjë që do të bëjë të ndihesh më mirë. Ngjyra me fat është kafe dhe gri. Koha me fat është në mëngjes. Këshilla e ditës, kushtoj pak kohë vetes për të larguar stresin e kohëve të fundit. Peshorja. Sot, dita të sjell energji pozitive. Do të komunikosh me njerëzit që ke pranë. Hëna të kujton se nuk duhet të jetosh vetëm me përgjegjësi, por dhe t'i lësh vend gëzimit dhe momenteve që të mbushin me energji. Mund të bësh një aktivitet me partnerin apo me ndonjë mik të ngushtë që do të sjellë pak humor dhe do të jap frymëzim, ndoshta një darkë apo një aktivitet diku tjetër. Nëse je në një lidhje ti do ta kuptosh më mirë njëri tjetrin dhe do të gjesh zgjidhjen për një çështje që të ka shqetësuar. Beqarët mund të njihen nëpërmjet një bisede apo aktiviteti të përbashkët.
Në punë, idetë e tua vlerësohen dhe bashkëpunimi mund të hapë një mundësi të re. Nëse ke patur pengesa, dita të drejton në drejtimin e duhur. Financat janë të qëndrueshme, por mos u nxito me shpenzime të tepruara. Në mbrëmje do ndihesh më i qetë dhe më i sigurt për vendimet që do të marrësh gjatë ditës. Ngjyra me fat është gri, koha me fat është mbasdite. Këshilla e ditës: mos ki frikë të dalësh nga rutina, sepse ndonjëherë një ndryshim i vogël i hap rrugën gjërave të mëdha. Akrepi. I dashur akrep, do të ndihesh kaq mirë në ambientin tënd dhe do të dish të vendosësh rregull në shtëpi apo në jetën personale. Megjithatë, nuk të mungon frymëzimi dhe mund të përqendrohesh në një projekt që të intereson. Në dashuri do ta kuptosh partnerin dhe mund të krijoni diçka së bashku sot. Beqarët mund të afrohen me dikë që e njohin prej kohësh. Në punë, intuita të ndihmon të marrësh vendimin e duhur dhe të zgjidhësh një problem që duket pak i vështirë. Për financat, organizoj pak shpenzimet dhe mendo për të ardhmen. Në familje është një atmosferë e mirë e ngrohtë, duke lënë pas mërzi apo keqkuptime. Largo nga vetja barrën emocionale dhe ec përpara me besim. Ngjyra me fat është ngjyra bezh, koha me fat është 10 deri 12 në drek. Këshilla e ditës: lëri pas gjërat që nuk mund t'i ndryshosh dhe përqendrohu tek ajo që ndërtohet duke filluar nga sot. Shigjetari. I dashur shigjetar, një person apo një situatë mund të jap një frymëzim për të ndjekur diçka që deri dje dukej e pamundur. Në fakt, ti ke dëshirë që të mësosh, të komunikosh dhe të zgjerosh njohuritë e tua. Çdo bisedë apo takim mund të sjellë informacion të vlefshëm që do të ndihmojë në të ardhmen. Në dashuri është momenti i duhur për të folur hapur. Partneri do ta vlerësojë sinqeritetin tënd. Beqarët mund të takojnë dikë interesant gjatë një udhtimi. Në punë, idetë e tua japin rezultate të mira. Nëse ke patur një problem me ndonjë koleg, mund të gjesh gjuhën e përbashkët. Financat të qëndrueshme, mos merr vendime të nxituara. Energjia është e mirë dhe optimizmi të ndihmon të shohësh aty ku të tjerët nuk shohin mundësi. Ngjyra me fat është e purpurt, koha me fat është pasdite. Këshilla e ditës: mos mbaj brenda atë që të qetëson. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë më shumë se ç'e mendon. Bricjapi. I dashur bricjap, sot do të ndihesh më i qetë dhe do të përqendrohesh në gjërat që të japin siguri. Do të linë një ide apo një frymëzim që ndoshta do të bëjë optimist. Në dashuri, duhet të jesh një person që krijon stabilitet dhe prioritet për partnerin. Ai do ta vlerësojë këtë. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës ose familjes. Nëse i planifikon dhe organizon gjërat në punë, do të japin rezultate të mira. Bëj pak kujdes me shëndetin. Financat mund të përmirësohen nëse menaxhon shpenzimet. Edhe pse ke dëshirë të provosh diçka të re sot, është diçka e mençur që të ecësh hap pas hapi. Dita të ndihmon të ndërtosh baza të forta për të ardhmen. Ngjyra me fat është bezh dhe kafe, koha me fat është paradite. Këshilla e ditës: organizimi dhe durimi do të të çojnë më larg se sa nxitimi. Ujori. Sot për ty ujor është një pikë e fortë idetë krijuese. Ti je i hapur të shprehësh gjithçka që mendon. Madje edhe në marrëdhënie me të tjerët. Ti sjell harmoni te të tjerët. Në dashuri, partneri mund të të surprizojë me një gest të bukur. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që i frymëzon. Edhe në punë, yjet mbështesin punën tënde, të bëjnë të dallohesh dhe ndoshta
Mund të marrësh drejtimin e një diçkaje, një projekti apo një pune duke fituar besimin e të tjerëve. Financat janë të mira, por shmangi disa shpenzime impulsive. Bëj kalkulim gjithmonë përpara se të shpenzosh. Në përgjithësi, energjia e mirë e ditës të favorizon në gjithçka. Nëse ke patur një problem diku, qoftë me një person apo në një projekt, sot është një ditë e mirë për ta zgjidhur. Ngjyrat me fat janë kafe dhe e bardhë. Koha me fat është mbrëmje. Këshilla e ditës: mos e fshi talentin tënd. Kur beson tek vetja dhe të tjerët do të besojnë tek ti. Peshqit: sot ndoshta do ta ndjesh një nevojë që të largohesh pak nga situatat që të kanë lodhur. Kërkon të strukësh në një qoshen tënde dhe të rrish në qetësi. Ti dallohesh për intuit shumë të fortë dhe kjo të ndihmon të kuptosh se çfarë është e rëndësishme për ty. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të largojë një keqkuptim dhe të sjellë afrimitet. Beqarët mund të takojnë dikë që u jep një ndjesi sigurie. Financat dhe puna kanë përmirësime këtë ditë. Në familje krijohet një atmosferë më e qetë në prezencën tënde. Duket sikur ti u jep dritë të tjerëve. Është dita e duhur për të lënë pas zemërimi zhgënjime dhe gjithçka që të ka rënduar emocionalisht. Sa më shumë të çlirohesh nga e kaluara, aq më të lehta do ta kesh arritjen e qëllimeve të reja. Ngjyrat me fat janë e kuqe dhe gri. Koha me fat është mbazite. Këshilla e ditës: mos lejo që e shkuara të vendosë për të ardhmen tënde. Sot ke mundësi të fillosh me një mendje të qetë.